Një 3 kilometra në veri të Gostivarit, në krahun e djathtë të rrugës Tetov Gostivar, një pjesë në rrezet të Sharit e një pjesë në fush, shtrihet fshati i bukur pitoresk Debreshi. Zë një sipërfaqe për 40 e sa hektar dhe ka afro 300 shtëpi, 80% të cilave janë të reja që janë ndërtuar gjatë viteve të fundit. Një pjesë e tyre janë ndërtuar me lëndë të fortë, dritare të bukura dhe balkone të kthyer nga lindja. Çdo shtëpi mesatarisht ka 10 antar dhe i takon nga 1 hektar e gjysmë tokë pjellore. Gjithsa më parë, pjesa dërmonjëse e krahut të punës është marrë me bujqësi, viteve të fundit ndihet transformimi i madh në drejtim të inkuadrimit, gjë që ka të bëjë të mundur edhe transformimin e familjes së fshatit. As fusha tani spunohet me mjete primitive. Në fshat ka 43 traktor dhe 3 kambanja. Në rrethin e familjes kanë gjetur vend mjetet e informimit dhe të zbavitjes. Secila shtëpi ka radioaparate. Njerëzit interesohen ditaditës për aparate televizive. Tani ka vetëm 25 sish, por numri rritet shumë shpejt. Baza e favorshme e materiale ka bërë të mundur në fshat përveç punëtorëve që punojnë jashtë të ketë 13 vetura. Mësuam se fshatarët janë të interesuar së më parë të instalojnë ujësjellsin në fshat, mbasi gjërmë këto ditë për ujë pije kanë shërbyer të shumtën e herave puset. Për ujësjellsin e ri kanë mbledhur nëpërmjet kontributit vullnetar 70 milion dinar të vjetër. Projekti është bërë, një pjesë e mjeteve instaluese janë sjellur në fshat. Këto ditë pritet të fillohet së punuari. Për lehtësimin e jetës në fshat, orvaten të asfaltojnë rrugën e fshatit për linjën kryesore që lidh Gostivarin. 2 rrugë të tjera të shkurtura gjithashtu i kanë ndërtuar. Në fshat punon shkolla fillore 4 vjeçare ku gjenden 267 nxënës. Fshatarët orvaten të ndërtojnë godinë të re shkollore me mjetet e veta dhe ndihmën e komunës së Gostivarit, e cila së shpejti si 8 vjeçari, mbasi kështu nxënësit shkojnë në cirklin e lartë të 8 vjeçares në fshatin Fqinj, 2,3 kilometra larg. Një pjesë e mirë e fshatarëve të Debreshit me kohë kanë punuar si ëmbëltorë jashtë Pollogut, edhe sot e kësaj dite këtë zeje e ushtrojnë 20 familje. Tempoja e zhvillimit arsimor viteve të fundit bukur fort është shpejtësuar. Kështu për shembull Debreshasit kanë 20 intelektual me shkollë të mesme dhe një pjesë më të vogël me shkollë të lartë dhe fakultete. Gjithashtu tani po vazhdojnë mësimet 30 nxënës të shkollave të mesme. Përndryshe ky është fshat i përzier Maqedonas dhe shqiptar. Mësuam se asnjëherë nuk ka pas grindje në mes dy palëve. Madje për respekt reciprok në të gjitha gëzimet dhe pikullimet familjare marrin pjesë së bashku. Kur u ndam nga fshati gjithkund Reze Shari, në varg të gjatë i lam nxënësit, ata që do ta sjellin të rejnë në mentalitetin e